Të dashur shikues, jemi me emisionin Fundjavë, po vazhdojmë tutje, tani është koha për rubrikën në rrëfime nga gratë të suksesshme, ku si shpeshherë ndajmë rrëfime dhe histori të jetës nga më të ndryshmet këtu në studio, si emocionale, të vështira, të hidhura dhe çdo ndjenjë këto e përzihet shpeshherë në studion tonë. Sot e kemi të ftuar një zonjë me të cilën do të flasim shumë çka për linjën e jetës së saj, bashkë me mua në studio zonja Trëndelina Doari. Mirëserdhje të dashur, shumë kënaqësi t'ju kemi sot në studio. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi çdo herë të vi në Prishtinë. E ndjesja dhe unë tim të dytë. Vi shpesh sepse motra jeton këtu. Kam një nip me të cilën jam shumë e lidhur dhe çdo herë më duket se jam si në shtëpinë time. Na vjen mirë që gjatë të kohës që sot jeni pjesë e emisionit tonë. Pra vini shpesh në Prishtinë, çka ju pëlqen më shumë përveç kësaj pjesës me familjen, me nipin? Më pëlqen ushqimi shumë. Më pëlqen ushqimi, ka gastronomia shumë e mirë, ka përparuar shumë vitet e fundit, ka dyqane, gjithçka është në rregull. Më pëlqen shumë dhe kjo është arsyeja që e frekuentoj shpesh. E frekuentoni edhe gjatë fundjavave, për shkak që sot ditë fundjave, si janë zakonisht fundjavat për juve? Po nuk kanë qenë shumë të mira, për arsye se ende vazhdoj të marr hemoterapi. Kanë qenë pak nga ajo rutina ime, sepse jam tip shumë i lëvizshëm. Kanë qenë pak më të qeta në shtëpi, por shpresoj se doja kaloj edhe këtë pjesë, por çdo herë përsëri gjej forcë të ngrihem dhe fundjavës ja kushtoj familjes dhe vajzës time. Para se të flasim për këtë pjesë, treguat që gjithmonë keni pas një rutinë shumë të gjallë, të lëvizshme gjithmonë me shumë aktivitete. Si ka qenë përditshmëria juaj më herët? Po duke qenë një nënë vetë ushqyese, është dashur çdo herë ta luaj edhe rolin e babait. Dhe normalisht kjo t'i shton aktivitetet dhe t'i shton edhe përgjegjësitë. Është dashur çdo herë përveç punës që e kam bërë si profesoresht, punoj edhe punë shtesë. Jam marrë çdo herë, duke qenë se nëna im ka qenë aktiviste për të drejtat e grave, ka qenë kryetare e lidhjes gruas dhe ka qenë një amanet i saj që t'i mbrojtë të drejtat e grave. Dhe jam marrë me shumë organizata për mbrojtjen e të drejtave të grave. Kam qenë antare një organizate me Gjashi, organizatë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, NDI një organizatë tjetër dhe kam pas një jetë shumë aktive. Po, të njëjtën kohë përmendet edhe punën si profesoresh, ai raporti, ajo afërsia me nxënësit në përgjithësi, tashmë sa ju mungon edhe ajo pjesë nga përditshmëria? Po u bën 8 muaj që jam në pushim mjekësor. Tani kam filluar punë të re, nga java e kaluar si nën drejtoresh Arhivit Qytetror në Shkup. Po sinqerisht më mungon puna, sepse çdo profesion fillimisht duhet ta ndjesh, ta bësh me shumë dëshirë dhe me vullnet. Dhe është ajo profesioni që unë asnjëherë në jetë nuk do ta kisha ndëruar. Dhe tani duke punuar në zyrë më mungojnë shumë afërsia e fëmijëve, e nxënësve, zhurma e tyre, batutat e tyre. Dhe nëse ndonjëherë do të kisha zgjedh përsëri do të ishte arsimi profesioni im i shpirtit. Më mungon shumë ajo pjesë, sepse u bën 18 vite që punoj në arsim. Dhe kjo shkëputja nuk ka qenë shumë e lehtë për mua, edhe pse vazhdimisht kam përsëri me nxënësit, kam kontakte, kanë erdhur më kam vizituar, kemi dalë për kafe, por përsëri më mungon ajo pjesa rutinore çdo ditë të shifem me nxënësit. Pikërisht për 18 vite në sistemin e arsimit, keni përcjellur gjenerata nga më të ndryshmet, e cekët që ende mbani kontakt me ta. Sa ju përmbushet e kjo pjesë? Po më përmbush shumë, sinqerisht është pjesa më e mirë e jetës time. Edhe çdo herë kur kanë edhe probleme, duke qenë se jam profesoreshe sociologjisë, çdo herë edhe ata në sociale, emocionale, çdo herë ndajmë më bashkë. Dhe më përmbush jashtëzakonisht. Ende edhe me ish nxënësit mbajnë kontakt me nxënësit që i kam aktualisht. Dhe është diçka që e bëj me plot dëshirë. Tu jap këshilla, por shpesh marr edhe këshilla nga ato, dhe është një punë që më përmbush shumë. Po, cilat kanë qenë ato ëndrat e Trëndelinës gjithmonë? Ndoshta edhe si fëmijë, si adoleshente, cilat kanë qenë ato ëndrat që i ka përmbush apo edhe diçka që ende ju ka mbetë sikur penë? Ëndra më e madhe, si që thash, sepse duke u rritur nga një nënë e cila ishte shumë e fuqishme, e cila çdo herë është marrë me të drejtat e grave, ëndra ime ka qenë çdo herë tu dalë në mbrojtje grave. Grave të cilat janë të shtypura, grave të cilat kanë qëllime, por nuk mund t'i arrijnë ose kanë ëndra. Domethënë çdo herë kam dashur qysh si fëmijë që të mund t'u ndihmoj grave në nevojë, që gruaja të gjejë vendin e saj në shoqëri,
tjetë e barabart me mashkullin, do me thënë të mund të jetë në vend udhëheqëse, jo tjetë vetëm si një kukull ose si një figur. Dhe mund të them se pjesën më të madhe e kam arritur, përpos disa peripecive, të cilet ndodhen disa fatkeqësi një jetë, të cilet unë nuk i kisha parashikuar, që ishin arsye që pak stagnoj ai misioni im, por shpresoj se çdo ëndër nëse e dëshiron, do me thënë, ëndrat dhe qëllimet nuk vinë asnjëherë të servuara në pjatë. Çdo herë kemi peripeci, kemi pengesa për të arritur deri te qëllimi jon. Por nëse ne me të vërtet dëshirojmë, është një thënie Paulo Coelho që më pëlqen shumë, thotë nëse diçka me të vërtet dëshironi, i gjithë planeti do të bisedoj që t'ua plotësoj dëshirën ose ëndrën. Edhe Zoti, që unë jam nga aspekti janë fetare, besoj në atë që është e shkruar. Më thënë, nëse ne diçka me të vërtet dëshirojmë dhe lutemi për atë, por paraprakisht edhe punojmë në atë drejtim, herët ose vonë do të vijë. Nëse një derë mbyllet, do të hapet dera tjetër. Diçka që e cekët që pak a shumë ju ka stagnu, ndoshta nga misioni juaj i përditshëm, diçka që ndoshta dhe e keni mësuar shumë nga nëna juaj, ishin sfidat në të cilat jeni ballafaquar, një ndër to edhe humbja e vetë nënës, apo jo? Po. Fillimisht, do me thënë, ishte një kohë me shumë peripecina, do me thënë ishte që duhet të jem si që ceka nënëve të ushqyse, që për qytetet e vogla dhe për shtetin ton, ku shteti nuk të ofron asë një ndihmë si nënëve të ushqyse, nuk ke asë një ndihmë, do me thënë, qoftë me banim, qoftë nga ana financiare, ishte shumë e mundimshme, por disia mora dorën, duke e ceka se kam punuar punë të ndryshme për të arritur qëllimin, për të cilin unë asnjëherë nuk turprohem, sepse i kam rritur me nder dy vajzat e mia. Pastaj ndodhi aksidenti, që para 2 vite e gjysë e humba vajzën në një aksident në Shqipëri. Ngushëllime. Faleminderit. Ndodhi një ndeshje e madhe, vajza ndroi, kishte gjakderdhje në tru, ndroi jetë në vend, unë dhe vajza tjetër ishim me lëndime të rënda, me thyerje krahu. Për shkak të vorimit të vajzës, duheshte që operacioni të prelongohet, sepse unë nuk pranoja të operohem, desha të jem në vorimin e vajzës. Pastaj ndodhi që metali që kisha në dorë, ma mori trupi si trup të huaj, që ndodh në raste shumë të ralla, po të unë ndodhi. U bë një komplikim që dora nuk kishte ngjitur kocka, dhe duheshte të operohem, të nështrojmë një operacioni 8 orësh. Doli me sukses, por ishte shumë i komplikuar. Ishte në punë orësh që të ma amputojnë dorën. Fatmirësisht deshi që Zoti dhe fati t'jenë nanën time që mos ta bëj. Pastaj me nanën që isha shumë e lidhur, kishte një smundje, do me thënë që zgjati 5-6 muaj, e humba edhe nënën, të cilën e kisha për krahjen më të madhe. 10 ditë pas humbjes së nënës, më diagnostifikuan, do me thënë se kisha disa rritje si toptha në gjirin e majtë. Unë duke qenë skeptike ndaj biopsis, nuk pranova të bëj biopsi, u operova, mi hoqën topthat, mbas 2 javë më erdhi lajmi se duhet ta heq gjithë gjinin, se kisha karcinom të fazës 2A, dhe u operova, do me thënë, pas asaj vazhdova me kimioterapin, para 4 ditëve mbarova me kimion, e mora terapinë e fundit. Më thënë, nuk ka qenë një periudhë thas pak e lehtë për mua, kanë qenë sfidat e një pas njëshme, por shpresoj që do t'jetë fundit, dhe pas kësaj 2026 do startoj me një faqe të re, do me thënë dhe me diçka më të mirë. Shpresoj që tash të ti përcjell çdo e mirë, duke filluar prej shëndetit si parsor dhe gjitha tjera. Të përmendet që në pjesën e aksidentit të humbjes tragjike ishit edhe jo dhe vajza. Po, isha unë edhe vajza e madhe, edhe vajza e madhe Rina, që tani është 14 vjeçare, kishte thyerje të krahut, do me thënë, edhe ajo kishte 2 operacione, por ishte pak më lehtë se une, sepse ajo nuk kishte tronditje, unë kisha tronditje në kokë, dhe pas një viti më pas se kisha një unazën e 4 të thyer, po të fatmirësisht ishte larg palcës kurrizore, sepse për disa milimetra mund është të kisha ngel edhe e palëvizshme. Por fatmirësisht nuk ndodhi. Tani gjithë fokusi im është i kthyer nga Rina, sepse ka kaluar shumë peripeci, shumë trauma, dhe e vetmja dritë në tunelin e saj jam une, dhe ajo është forca ime, do me thënë, dhe gjithë dhimbjen e kam mbledhur në forcë për të vazhduar, sepse fillimisht mbas humbjes së Andinës isha shumë keq,
Dhe një ditë Rina më pa duke qarë dhe fjalia që do ta mbaj mend që tha mami pse qanë, thash po nuk kam mas një motiv për qetuar. Tha po vetëm Andinën e ke dashur, musëm ke dashur. Dhe kjo ishte një kthes shumë e madhe, e dhimbshme për mua. Dhe atëherë bisedova me vetën dhe thash Trëndelina duhet të çosh sepse ka nëna në Gaza, ka në botë që i kanë humbur gjithë fëmijët, ka nëna që asnjëherë nuk e kanë gjetë epitetin nën, nuk e kanë pasur. Sërish ke diçka për të luftuar. Dhe kjo ka qenë një kthes shumë e madhe në jetën time, që vendosa që të gjithë dhimbjen time do ta mbledh në forcë dhe do të vazhdoj nëse jo për vete, për Rinën. Po, edhe deri në atë moment të cekët që si nën vetë ushqyese asgjë nuk ka qenë e lehtë dhe para se të ndodhin gjitha këto tragjedi. Sa ka qenë vështirë ndoshta të mbani disa puna dhe të kujdeseni të rritni dy vajza në të njëjtën kohë. Po, nuk ka qenë as pak e lehtë, duke ditur se në vendet tona nuk afrohen, domethënë punë gjysë orari part-time, por duhet të punosh, e kam shfrytzuar pushimin veror, duke punuar në bijuteri, duke punuar me parfume të ndryshme, duke punuar punë të ndryshme, domethënë që për mua nuk ka qenë as pak e lehtë, por ju thash kam pasur shumë për krahjen e nënës, babait, familjes time, të cilat janë kujdes për vajzat e mia, sepse me një rrogë, domethënë nuk mund t'ja dalësh në krye, duke ditur se rrogat kanë qenë minimale. Por duke pasur një qëllim një jetë, sepse vajzat ishin gjithçka për mua dhe nuk e kam pas të mundimshme, nuk kam pasur edhe turp në qoftë se edhe punoj edhe si pastruese ose diçka tjetër, nuk e kam pasur domethënë si nënçmim, sepse kam pasur një qëllim në jetë, rritjen e vajzave të mia, e cila ishte mbi gjithçka. Dhe mendoj se për çdo nën fëmijët janë të shenjtë dhe nuk kursen asgjë nga vetja vetëm e vetëm për t'i rritur fëmijët. Dhe normal nuk ka qenë as pak e lehtë, por jam munduar maksimalisht që gjithë kohën t'ua përkushtoj fëmijëve të mi. Atë kohën e pushimit, domethënë që ndërpres vetes disa kënaqësi, disa dalje ose diçka tjetër që e gjithë fokusi mos ta ngjejnë mungesën e babait dhe gjithë fokusi tjetë te ata, sepse duke qenë në vetë ushqyese ke barë më të madhe për çdo gabim, për çdo gjë që mund të ndodhë, çdo gjë ke peshë të dyfisht. Po, Andina sa vjeçare ishte në... Andina ishte 8 vjetë e gjys. Ishte një fëmijë shumë çapkën, shumë i gjallë, ishte më e rritur për moshën e vete. Dhe pikërisht ishte ajo e cila asnjëherë nuk ndaleshte në makinë, çdo herë ishte ajo që na bënte gjithë atmosferën, këndonte, luante. Dhe ishte shumë e vështirë ta qetësoje. Atë ditë ishte një ditë krejt ndryshe, nuk ishte e disponuar, disa herë kam parë mos ketë temperaturë sepse ishte shumë e plogësht. Gjatë gjithë kohës dëshironte të flejë dhe gjithë kohës më pyette kur do të arrim. Dhe ndeshja që ndodhi, domethënë ajo ishte duke fletur, unë isha duke vëzhgitur shumë pak, 55, në rrugë hudhim vaj, dhe për një moment makina më rëshiti dhe doli në anën tjetër, makina që vinte na ra me një shpejtësi shumë të madhe, dikundi ka qenë mbi 140 dhe na ka hudhë mbi bankinë. Disa kalimtar të rastit, shfrytëzoj rastin t'i përshëndes sepse nuk e di kush janë. Kam përmend edhe në emisione tjera, i falenderoj nga zemra sepse na kanë ndihmuar shumë. Andinën kur e nxorën nga makina ishte pa ndjenja, mundohesha gjithkohës sepse edhe unë isha me dorë të thyer, zvarritesha nëpër asfalt që t'i ndihmoj. Dhe nuk më treguan për arsye të gjendjes time të rëndë, nuk më treguan se ka ndruar jetë. Më thanë se është në koma, se duhet t'i nështrohet disa operacioneve, por për fat keqësisht ajo kishte ndruar jetë në vend për arsye të shtypjes së madhe dhe gjakderdhjes në tru që e kishte. Pastaj treguaj që edhe ju duheshit t'i nështroheshit disa operacioneve, edhe ju edhe vajza tjetër Rina, po për juve padyshim që pjesëmarrja në varimin e vajzës ishte e parë. Mua dhe Rinën na dërguan në Shkup, atje na pritte ekipi, Rinën në një spital, duke qenë se babai Rinës është hirurg me profesion. E çunë në spitalin ushtarak, 8 shtatori quhet tani, u më çunë në klinik. Mjeku dëshironte që atë natë të më operoa, po duheshte sepse kisha shumë të vjellura dhe dyshonin mos kem gjakderdhje në tru. E lam për të nesërmen. Të nesërmen më treguan se Andina ka ndruar jetë, nuk i ka mbijetuar, domethënë lëndimi, dhe unë refuzova, nënshkrova. Ekipi mjekësor që ishte më tha se
mund ta humbas dorën, domethënë, sepse ishte një thyerje shumë e madhe, ishte thyerje totale e ashtit lart, por unë pranova, thash asgjë nuk mund të jetë më e dhimbshme se humbja e vajzës time. Nënshkrojta dhe 3 ditë e mbajta dorën të tillë vetëm me një llonget. Por sinqerisht nuk ndjeja dhimbje, sepse ishte një dhimbje shumë e madhe shpirtërore, që dhimbja fizike nuk mundesht as t'i afrohet dhimbjes shpirtërore. Do të kisha dashur të jem nën e fundit e sprovuar në këto raste, sidomos nga aksidentet, sepse në sëmundjet tjera që vinë je pak e përgatitur, ndoshta. Kjo është një ad hoc aty për aty dhe nuk mund t'i adaptohesh gjendjes se çfarë ndodh. Por duke qenë se prindërit ishin shumë të lidhur me mua, dhe isha unë ajo që duheshte të jem si shtyll, që jap forcë të gjithëve, dhe duheshte unë të jem, nusja e vëllaut ishte me vajzën tjetër, me Rinën në spital, që edhe ajo ishte në gjendje shumë të rëndë. Thyrja e saj ishte më e rrezikshme, sepse i prekte palcën, dhe rrezikoheshte që mos ta lëviz krahun. Dhe me një moment, nuk e di, mblodha gjithë forcën e botës, dhe nuk e di të kishte ndodhur përsëri, a do ta gjeja gjithë atë forcë për ta mbijetuar gjithë këtë situatë. Por si duket njëherë Zoti ta çon një forcë, pastaj ta çon një sprov. Pas 3 ditëve pastaj shkova në spital për t'u operuar. Operacioni më thanë se kaloi me sukses, por nuk ishte, domethënë i suksesshëm. Kjo u vërret pas 1 viti. Dhe siç ju thash, mësova të jetoj me dhimbje. Dhimbja nuk është se kalon, vetëm se e len me një anë, me një qosh aty, dhe kom pas kohe përsëritet. Por vetëm se jap vetes qëllim për të jetuar për Rinë dhe për të gjithë gjërat që mendoj çdo herë çfarë do të kishte dashur Andina. Jetoj me kujtimet e saj, sepse ajo më shihte si një grua shumë të fortë. Çdo gjë duke qenë në vetë ushqyese, çdo herë duheshte t'i bëj edhe punët e burrave. Më kujtohet një rast ishte prishur ashensori dhe vjen me një shok që e kimi komshi aty, ishte shumë e lidhur dhe tha, Dajen, mami do ta rregulloj ashensorin. Thash Andina, po unë s'di ta rregulloj ashensorin, din tha ti din të gjitha gjërat. Dhe jetoj çdo ditë me atë se çfarë do të donte Andina, çfarë nëne do të dëshironte të shohë. Nuk do të donte të shohë një nënë të rrëxuar, por do të donte të shohë një nënë të fortë, që do të mburreshte me të. Dhe jetoj me kujtimet e saj se çfarë do ta bënte atë të lumtur. Të ronje ta kujtoni gjithmonë, fatmirësisht edhe Rina tash ka një shtyll, një shembull shumë të fortë, një grua, një nënë shumë të fortë, një forcë që përshpresoj që ta ketë afër gjithmonë. Gjatë atyre muajve ju ndodhen edhe shumë peripeci tjera, si humbja e nënës për një kohë shumë të shpejtë, që ju goditi me njëherë pas saj. Është pastaj edhe kjo pjesa e sëmundjes suaj, ai momenti kur u diagnostifikuat edhe jo me pjesën e kancerit të gjirit. Si ndoshta e gjetët krejt atë forcë, atë periudhë, cilat ishin ndoshta ato momentet përveç Rinës që u mundua të qëndroni e fortë? Do me thënë, edhe nga ana fetare dhe nga ana psikologjike, humbja e fëmijët është kulminacioni i dhimbjes. Është e thënë si e tillë, do të thonë më veç që kisha përjetuar kulminacionin e dhimbjes dhe asgjë tjetër më nuk më frigonte, nuk më sfidonte. Nuk ishte e lehtë pas gjithë këtyre peripecive, do të thënë se ende nuk ishin bërë një vit nga operimi i krahut, sepse nuk guxonin të më vendonin asnjë metal tjetër, më vuan veç një asht artificial dhe duheshte 3 muaj mos e lëviz as pak krahun, sepse çdo dëmtim mundeshte të jetë i pa rikthyeshëm. Fillimisht isha optimiste, mendoja se do të dalë ndonjë gjë ndërmjetësore. Nuk e mendoj asnjëherë se, edhe pse nëna im ka vuajtur nga kanceri, por ishte nga kanceri i mitrës, i bëra të gjitha kontrollat dhe sipas ekografisë nuk ishte. Në ekografi fillimisht mjekesha më tha se nuk është diçka e rrezikshme, për shkak të operacionit të nënës pak e neglizhova dhe e shtyva. Pastaj më thyri ginekologja në telefon, thash më mirë të bësh në Shkup edhe një mamografi.
Për çudi mamografia më doli e pastër, nuk më doli diçka, por rentgenologu që ma bëri ekografin ishte një mjek shumë i mirë që e falimderoj nga zemra, sepse ai ishte edhe ai shtytësi që më çoi. Tha si mbas kësaj nuk mund të të them se është diçka rrezik, por nuk mund të të them edhe se nuk është diçka rrezik. Dhe më sugjeroi të bëj biopsi, siç thash unë isha skeptike ndaj biopsisë, nuk desha ta bëj, nga ajo që kisha lexuar dhe vendosa që të operohem. Mjeku nuk më tha asgjë, do më thënë se është, tha nuk mundemi të themi para kohe, por simbas pasqyrës klinike që dukeshte, nuk dukeshte se është karcinom. Duheshte të pres 2 javë që t'i kem rezultatet, dhe u operova do më thënë 2 herë. Një herë që mi hoqën topthat dhe për s'dyti që ma thanë se duhet të operohem nga karcinomi. Më kujtohet momenti ishte një shoqe, që unë kishte ngushlime për nënën, dhe mjeku më tregoi në telefon, sepse i kemi mik shtëpie, tha Rëndelina më vjen keq, duhet të tregoj se ke karcinom. Nuk ishte as pak e lehtë, do më thënë mbaj mend se në moment më ftofi gjithë trupi, ishte sikur bota aty të ketë përfunduar, po e vetmja gjë që u luta, thash o Zot të lutem, nëse jetoj të jetoj për rinën, nëse vdes, ka kush më pret andina. Ishte pak problem për të operuar, sepse nga hera e parë që ishte operuar nga heqja e 2 topthave, anesteziologu kishte pasur problem për të më rianimuar, për shkak nga alergjitë e shumta që vuaj, dhe ishte pak problem për të më operuar. Në atë moment e thira vllaun, arthnusja e vllaut, ato jetojnë në Shkup, dhe vendosa që të nesërmen direkt të operohem. Nuk desha të mendoj mendim tjetër të marrë, sepse i besoja mjekut që më kishte operuar. Është një hirurg torakal shumë i mirë, dhe më ka pritur shumë mirë, dhe tha çdo ditë që pret është më tepër minus për ty, dhe vendosa direkt të nesërmen të operohem. Nuk është e lehtë, do të thënë për çdo femër të humbish një pjesë të trupit. Ndjehesh më pak femrore, ndjehesh e sëmurë, ndjehesh me një betejë që ndoshta nuk ka të ardhme, nuk është një betejë si apendiciti apo heqja e tëmthit dhe me operacionin ka mbaruar çdo gjë, e din çfarë të pret, sepse beteja më e madhe është pas operacionit. Por motoja ime ishte kur mund të jetoj pa vajzën, gjysmën e shpirtit tim, mund të jetoj pa çdo pjesë të trupit. Dhe në këtë moment, ja thash vetes, thash nëna ime, mjekët nuk i dhanë shpresë, sepse e diagnostifikuan shumë në fazën e 4, dhe toj 25 vjet, fal këmbënguljes dhe fal pozitivitetit që e kishte. Në atë moment, ja thash fjalën vetes, thash ke pasur shumë sfida, kjo nuk mund të trexohet. Një karcinom nuk është më i fortë se ti. Nëse i ke përballuar gjithë këto sfida, do ta përballosh edhe këtë. Dhe në asnjë moment nuk e kam marrë veten si pacient. Momentin pas hemoterapisë fillun të mbin flokët, kam bërë dhe incizim, e kam marrë me shaka, duke qenë se kam pasur flokë shumë të shpesha, në incizim vaza nuk ishte te babai vetë, kam incizu duke thënë Rina tani vetëm ti do të harxhosh para për shampo, unë jo, do t'jem rehat nga flokët, sepse gjithkohës duhet ti modeloj, ti rregulloj. Gjithçka e kam marrë me sportivitet, e kam marrë anën pozitive. Dhe shpresoj se në këto sëmundje 90% është pozitiviteti dhe energjia pozitive që e marrim. Dhe apeloj të gjitha gratë, do me thënë, sepse sëmundja nuk mund të jetë më e fortë se sa jemi ne vetë, dhe fundja një ditë do të vdiset nga diçka. Dhe asnjë moment nuk e kam marrë se kjo është fundi im, kam shumë plane për të bë. Kisha shumë ëndra që një nga ato do me thënë e realizova, ishte shkuarja në Umre, kam shkuar 4 ditë mbas marrjes së hemoterapisë, të gjithë kanë qenë kundër sepse ka ecje shumë. Unë e përballova, kam bërë 2 umre, një prej munje për nanën, kemi ecur dikundi 13-14 kilometra në ditë dhe përballova. Pas kësaj ishte posti i ri që e mora si nëndritoresh e arhivit shtetror dhe vazhdoj me ëndra dhe me gjëra tjera. Shpresoj që fati këtë herë do të jetë nanën time, dhe do t'i përjetoj gjërat dhe do t'i bëj gjërat që kam planifikuar dhe me të cilën Rinën dhe Andinën do t'a bëj krenare. Pas seancës së kimioterapis, pas disa ditësh tregua që morët një udhëtim, ajo pjesa e pozitivitetit, sportivitetit që jeni mundu gjatë tërë kohës, lidhet edhe me lidhjen tuaj me besimin tuaj të njëjtën kohë, apo jo?
Një lidhje të Po lidhet, unë kam një lidhje të madhe, do me thënë, sepse besoj çdo gjë, besoj në fuqinë e Zotit, besoj në forcën që ai jep dhe besoj në atë që është e shkruar, por besoj edhe në atë që sepse Zoti nuk të jep asgjë të gatshme. Çdo gjë duhet të mundohemi për ta arritur. Qoftë në çdo religjion, qoftë politeist, monoteist, lidhet me atë besimin tonë, qoftë me meditimin, qoftë me atë anën psikologjike, me forcën, qoftë ta quajmë me fuqinë binatyrore ose me Zotin, është një fuqi të cilën që jep kurajo dhe me jep mbështetje dhe me ka ndihmuar shumë. Në rastet më të vështira ajo lidhja ime me Zotin, meditimi me namaz dhe me besimin në atë më ka ndihmuar shumë. Sepse çdo gjë është e shkruar sipas mendimit tim. Nëse nuk ishte e shkruar, unë isha në makinë, në të njëjtën kohë me vajzën, isha shumë më e dëmtuar, do të kisha vdekur unë, jo ajo. Nga ana mjekësore, ndoshta nuk kam pasur gjasa për të jetuar, por Zoti më ka zgjedhur ndoshta për ndonjë mision, për të qenë këtë botë dhe për të inkuaruar njerëzit tjerë, sepse me besim mund të arrihet çdo gjë. Dhe sinqerisht, shkuarja në umre më ka ndihmuar shumë. Asnjëherë një jetë nuk e kam ndjer atë qetësi që e ndjej atje. E ndjeja sikur çdo gjë ishte kalimtare dhe sikur tani e kam arritur qëllimin e jetës tim. Keni pas gjithmonë këtë raport, këtë lidhje në aspektin fetar, apo kanë qenë pak a shumë edhe historitë e shumta që ndonjëherë ju kanë bërë të mbështeteni më shumë? E kam pasur çdo herë, por njeri kur i ndodh më e keqja ndoshta afrohet. Se shpesh herë me njerëz që nuk janë ndoshta shumë besimtar, më kanë thënë si mund të besosh se Zoti të ka marrë një qenje aq të vogël, aq të brisht. Edhe përgjigjja ime ka qenë kam 3 rrugë. Ose të çmende, ose të besoj në Zot, ose ti nënshtrohem lëndëve narkotike ose alkoolit. Do me thënë, njeriu në dhimbje të madhe mund të eskaloj nga vetvetja dhe është kufiri i vogël për të qenë vetvetja dhe për të kaluar për të çmendur. Do thënë sepse në trauma të mëdha, psikologët dhe psikiatrët mund ta shpjegojnë më mirë, është kufiri midis të qenit i kthjellët dhe për të çmendur. Është shumë kufiri i vogël kur bëhet fjalë për një traumë të madhe ose dhimbje të madhe fizike dhe shpirtërore. Dhe unë kam zgjedhur këtë rrugë tjetër sepse duke besuar në botën tjetër, duke besuar se kjo edhe më ka ndihmuar shumë. Ndoshta edhe kam qenë edhe më para, por ndoshta edhe shpeshherë njeriu kur nuk ka rrugdalje tjetër, e sheh më të mirën për veten e tij. Dhe më e mira ka qenë besimi im i fortë për të besuar në atë që është e shkruar, për të besuar në Zot dhe për të vazhduar më tej, sepse asgjë nuk është në dorën tënde. Ka qenë ndoshta Rina personi më i vështirë për me nda gjitha lajmet e trishta me të, ka qenë ndoshta ndër persona që ka qenë shumë vështirë me komuniku me të në... Po ka qenë shumë e vështirë, sepse duke qenë ato e kishin shumë përkrahje njëra tjetrën. Zakonisht motrat janë të afërta, por në këto raste, kur mungon njëri nga prindërit, ose kur jetojnë me prindër të darë, çdo herë kur kanë shkuar te babi vet, është dashur edhe atje ta balancojnë situatën, edhe te une, dhe ishin shumë të lidhura njëra me tjetrën. Dhe momenti më i vështirë ka qenë t'i tregoj Rinës, sepse nuk e dinte, dhe gjatë gjithë kohës më ka akuzuar pse nuk ka marrë pjesë në farim, edhe sot e kësaj dite e ka penkat, por rrezikohesh te shëndeti i asaj, sepse kishte thyrje shumë të madhe dhe ja prekte palcën dhe duke qenë fëmijë nuk doja ta mbaj me dhimbje, sepse nuk do t'ishte ferr ndaj shëndetit të saj. Rina duke qenë se është rritur me shumë sfida, me shumë gjëra, është rritur para kohe. Është një vajzë shumë e mençur që e kam përkrahje më të madhe, është rritur para kohe, e ka kuptuar mirat, është e vështirë, sot e kësaj dite flen me një hut, një kukull që e kishte Andina, me atë flen, i mungon shpesh, do me thënë, thot, e humba personin e vetëm që mundesha t'i tregoj gjithçka, ishin shumë të lidhura, por edhe ajo duke qenë besimtare dhe shpesh herë më thot, mami Andina është në botë më të mirë, na pret në botë më të mirë, dhe ajo gëzohet suksesit tonë. E ka kuptuar, do me thënë, edhe pse kemi kriza, si çdo dhimbje, çdo ka batica, zbatica, por gëzohem sepse gjithçka që ka ndodhur, Rinën e kam bërë në një vajzë shumë të mençur dhe më të fortë. Më gëzon fakti sepse është shumë më e mençur dhe më e fortë për moshën e saj.
përpaqë të fat dhe shëndet gjithmonë. Faleminderit. Po, së cilat janë ndoshta ato kërkesat, ato gjërat më të bukura që kërkon Rina që t'i bëj bashkë me nënën e saj? Duke qenë se ajo nuk është mësuar të më shohet, do me thënë të ullur, të shtrirë, pak i pengon situata, sepse nga terapia e fundit që mora, kisha luhatje me shtypjen, mora alergji nga terapia, kam problem me tensionin e lartë, dhe nuk është mësuar të më shohe e shtrirë, ose më thot vetëm mami ti mundësh, do të t'i kalosh edhe këtë, i mungojnë ato shetitjet tona, i mungon ajo gjallëria ime në shtëpi, për të cilën i premtoj edhe publikisht se shpresoj se të gjitha ëndrat dhe të gjitha planet që i kemi bërë, do t'i realizojmë së bashku. Ka një plan për të shkuar në Istanbul së bashku, nga muaji mars ose prill. Shpresoj që do t'a realizojmë së bashku, nëse më premton shëndeti normalisht. Por e din se nuk është mësuar, edhe kur jam diçka e smur do t'a t'i kalosh. Është mësuar të më shove çdo herë luftarake, në këmbë, dhe shpresoj pastaj vjen gjysmatura e asaj, është gjysmaturante, është klase 9, për të cilën ja kam premtuar se do ta festojmë së bashku me familjarët, dhe të fillojmë një faqe të re. Tani pak i mungoj më tepër, sepse punën e kam në Shkup, udhtoj çdo ditë, është mësuar të më ketë më afër, por ndigjohemi në telefon. Gjatë gjithë kohës. E dashur po ju uroj së pari shëndet, fat dhe çdo të mirë në jetën tuaj, si juve ashtu edhe Rinës që po e përshëndesim shumë nga studio. Faleminderit shumë që gjatë të kohës sot t'jeni pjesë e emisionit fundjavë dhe për gjithçka që ndahet me ne, jeni një shembull një gruaje shumë të fortë. Faleminderit shumë për ftesën. Çdo herë jam, domethënë, gjej kohë për të ardhur. Shpresoj se historia ime do t'i motivoj shumë nëna, të cilat shpesh herë humbin forcën, e humbin motivin, dhe do t'u kisha thënë sepse mbas çdo fatkeqësie vjen një ditë e re. Domethënë mbas çdo vështirësie vjen lehtësimi, dhe ajo që është mos e humbni forcën, mos e humbni durimin, dhe çdo herë duhet të mundoheni për diçka. Nëse ka 100 arsye për t'u rrëzuar, gjeni së paku një arsye për t'u çuar dhe për t'u vazhduar më tej. Ky do të ishte mesazhi im. Shumë faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe ju.